A kuptun pëse në akhiri zaman se po na tutën se po na vin Osmanlita pak, edhe unë i përgëzoj ketë këto islamofobët se mos u shqetësoni se kur mo perandoria Osmane nuk vjen. Haron e këtë punë. A Sultan Abdulhamidi nuk vjen. Këta nuk me thot hoxha pe mimberi. Po ju siguroj se vallahi, ballahi, tallahi nuk vjen. Për çka këse çështja e sultaneve është në agonin. Çështja e sultaneve është pranë vdekjes. Ato janë para vdekjes, vëllezër të ndërshëm. Bo ajo që ka me lullzuan është Islami dhe kja sekretje që thot pejgamberi Allahut se lufta që zhvillohen në akhiri zaman me shpat. Kua sekreti me shpat? Nga se me shpat në dy luftime mbyt vetëm atë të cilën e përmban fajin e jo me armë bërthamore që i shfaros edhe njerëzit e pavajshëm. A kuptohet se pejgamberi Allahut i tha muslimani se ti riskin e ke në mbretin e shpatës. Pse musliman luftuan me shpatë, pse në akhiri zaman Isa i kur zbrese me shpatë, për çka këse mos të mbitet njeriu i pavajshëm dhe të hinë barin pjesë në kërcënimin Allahut Azza wa Jall. Që pejgamberi Allahut na ka tregu gjithashtu se edhe nëse mbit jo muslimanin që i ke dhënë besë, nuk ke për ta nuhat erën e xhennetit. Me nder gjakun e jo muslimanit, me nder gjakun e jo muslimanit, me pavaj, po tham të jo muslimanit, që i ke dhënë besë, ka thonë s'ke për ta nuhat erën në xhennetit, ku i nis me shku në xhennet. Kurse ti ke nder gjak, e ke mërkom, e ke përdhosën, një shenjë të rritë Allahut Azza wa Jall, gjaku të rupi, vëllezër të ndershëm, janë të shenjta. Dhe kjo është objektivi kryesor, janë ndër pas objektive që ka ardhur Islami, vëllezër të ndershëm, për t'i mbrojtur këto. Ka shku Islami edhe ma larg, ka thonë jo ti me mbyt, po dhe ai mu mbyt vet e ka të ndaluar. Ai që e mbyt vetën ban vetvrasje, thot unë vendosi për veten tonë teme, ka thonë pejgamberi Allahut, do të jetë xhenem për gjithmonë, siç ka thënë me hadithet pejgamberit Allahut. Ka një hadith i pejgamberit Allahut, do të dëshkohet me atë që e ka mbyt vetën e vet deri në ditën e Kiametit. S'ke drejt as vetën me mbyt. Jo s'ke drejt as vetën me mbyt. Po dhe kur je së mure ke obligim më shëru. Ka thonë pejgamberi Allahut, o robt e Allahut, o robt e Allahut, lip në mjekimin, nga se Allahu nuk ka zbrit smundje, s'kaloni ilaç në ta. E kena të dogë. Mos dosh me ne ta ruajmë shëndetin, se kjo është emanet vëllezër të ndershëm. Para të na kanë ndalu neve që ne në ta shesmi gjakun. Na kanë ndaluan Islami që doni gjimtir tonin ta shesmi. Ajo mund t'i dhurohet një muslimani në shenjë solidarizimi për ta shpëtuar jetën e atij. Ka shkruar Islami edhe më larg vëllezër të ndershëm, para mendonem se Allahu Azza wa Jall ka ndalu fëmijë që i mbishin xhahilet, po edhe me abortuan ka ndalu Islami. Ka thonë Kerim Ibn Qayyim, ka thonë Kerim derisa vendoset mitrën e nanës, vendoset fëmija është Kerim që të abortohet. Dhe thotë Allahu Azza wa Jall, wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Do të pitet ditën e gjykimit dhe ai fëmijë u foshte në barkun e nanës. Pse mbytët mua, pse më vrajtët mua, pse më abortuat mua? Ndërsa sot bota e civilizimit dhe të ndërshëm ngren gishtin parlamente që të paguan nga fondi shtetëror për abortime. Pra vëllezër të ndershëm, nuk e ka shenjtëruar njeriu dhe jetën e tij ma shumë se sa Islami. Për këtë temë kemi të flasmi shumë. Mirë po koha shkoi vëllezër të ndershëm dhe lutim Allahun Azza wa Jall që ta kuptojnë se Islami është në ngadhënjim, nga se i posedon elementet sekretet e gjallërimit dhe mbrojtjet e civilëve që e kanë ndalu rreptësisht që të cenohet nderi tyre. Ka thonë Omer ibn Abdulaziz, çdo kush që ndëshkon dikant të pafajshëm e mposht Allahu Azza wa Jall. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i mposht e zullumqarët. Lutim Allahun Azza wa Jall që ata që ja kanë marrë jetën njerëzve të pafajshëm, Allahu Azza wa Jall t'i dëshkojnë dunja dhe në ahiret. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu ta triumfon Islamin dhe t'i ban muslimanët çlirimtar nga mizorët, nga zullumqarët, që t'i lirojnë dhe vendet e tyre
të cilët që janë vërtet në këtë një gjendje kritike, dhe lusim Allahun Azza wa Jall që ne të dojmë Islami dhe dinin Allahut Azza wa Jall, i cili e ka simbolin e drejtësisë, e ka simbolin e barazisë, e ka simbolin e mëshirës, e ka simbolin e mirësisë, ku thot pejgamberi Allahut se një grua ka hyrë në xhenem për shkak një mace që e ka mbit, nuk e ka ushqyer, ndërsa një lavire, një prostitut, që Allahu e ka falë për shkak se e ka shpëtu jetën e liçenit. Kjo është Islami që na krenomi me ta. Kjo është Islami që na ngrit mizanin lart. Kjo është Islami që na jetojmë me ta. Kjo është Islami që na me ta afrohemi tek Allahu Azza wa Jall. Për ata sistemi Islamit do e mos ka me ardhë, që thash nuk kanë me ardhën Osmanet, por ka me ardhë khilafeti Islam, si që ka premtu pejgamberi Allahut, metodologjinë e pejgamberit Allahut, dhe do të flasmi në hitëve të ardhshme të premtuara inshallah.